Danja Koka është njëra nga banorët më të përfolura në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku paraqitja e saj ka rrëmbyer zemrat e mira shikuesve. Danja, përveç se me profesion është modele, ajo ushtron edhe një postër rëndësishëm në zyrën e bashkisë së kryeqytetit. Në një bisedë me Gjesin, ajo tregoi se është specialiste tek Bashkia e Tiranës. Nga kjo deklaratë, ajo la mjaft të habitur fancat e saj, duke menduar se Danja është thjesht vetëm një modele dhe jo një punonjëse që paguhet me taksat e shqiptarëve. Në duhet të rikujtojmë se Danja pati një përplasje mjaft të ashpër me Xhibanin, ku ky i fundit kishte shprehur pëlqim për të, por Danja ka reaguar direkt duke thënë se ka një partner jashtë. Vlen të theksohet se Xhibani u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri pas problemeve shëndetësore që pati babai i tij.